A e dini se në zemër të Serbisë, jo shumë larg Beogradit, ekzistojnë dy fshatra që dikur flisnin shqip. Visheshin si malsor dhe mbanin gjallë besimin katolik shqiptar. Po, në shekullin 18, kelmendasit e Shqipërisë së Veriut, një nga fiset më të pathyeshme të maleve tona, themeluan dy fshatra shqiptare në Srem, një krahin pranë Beogradit dhe për më shumë se 150 vjet, ata ruajtën gjuhën, zakonet dhe fenë e tyre. Kjo është historia e shqiptarëve që mbjetuan në mes të Serbisë, me pushkë në dorë dhe besim në zemër. Një histori që pakush e ka dëgjuar, por që duhet ta di çdo shqiptar. Përpara se të futemi në këtë histori të jashtëzakonshme, mos harroni të abonoheni në kanalin Histori Epike dhe të shtypni butonin e pëlqimit. Kjo na ndihmon të sjellim gjithmonë më shumë histori të harruara të cilat e bëjnë krenar çdo shqiptar që i dëgjon. Në mesin e shekullit 18, Evropa ishte përfshirë nga një luftë e madhe, lufta austro-ruso-turke e viteve 1735-1739. Në këto beteja të ashpra fisi i kelmendit nga malet e veriut të Shqipërisë ju bashkuan ushtrisë austriake për të luftuar kundër perandorisë osmane. Ata njiheshin si luftëtar të pamëshirshëm, të ashpër si shkëmbinjtë e maleve të tyre, besnik ndaj aleatëve dhe të pathyeshëm në fushën e betejës. Por kur lufta mbaroi dhe austriakët u tërhoqën nga Ballkani, kelmendasit mbetën të tradhëtuar e të braktisur. Turqit i ndoqën me egërsi dhe për t'i shpëtuar vdekjes, rreth 300 familje kelmendase nën udhëheqjen e një prifti me emrin Atsuma morën një vendim historik. Të linin vendlindjen, por jo identitetin. Ata u nisën drejt veriut me gra, fëmijë e bagëti. Në një udhëtim që zgjati me javë të tëra përmes maleve e lumenjëve nën kërcënimin e ndjekjes turke. Kur arritën pranë Beogradit në krahinën e Syrmis apo Sremit, midis lumenjëve Danube dhe Sava, gjetën stre dhe ndërtuan dy fshatra që ekzistojnë edhe sot, Hrtkovci dhe Nikinci. Aty ngritën shtëpi të mëdha prej druri, me oborre të gjëra e me mure të pastra si në kullat e maleve. Në qendër të secilit fshat ndërtuan kishat katolike, ku franceskanët shërbenin meshën në latinisht, ndërsa populli fliste shqip, një shqipe e pastër, e ruajtur nga goja në gojë. Këto detaje përshkruhen në regjistrat e famshëm të shkrimtarit Karl Gottlieb von Windisch të vitit 1782. Ata ruajtën gjuhën, zakonet dhe fenë e tyre shqiptare për më shumë se 100 vjet. Madje edhe në vitin 1921 kishte ende disa që flisnin shqip në ato fshatra. Kelmendasit ndan veten në 6 fise dhe secili fis kishte pleqt, zakonet dhe kodin e vet të nderit. Në çdo gëzim e në çdo zi, ata këndonin për Kastriotin, Skënderbeun, heroin që e quanin princi i madh i kombit ton. Autori i shekullit të 18 i përshkruan si burra të gjatë, të fortë dhe të drejtë, trima të lindur që e kishin nderin mbi jetën. Ata mbanin veshje të kuqe me brez të gjerë, armë në brez dhe plis të kuq me bisht, simbol i krenarisë shqiptare. Në dasma e festa, burrat vallëzonin me shpatë në dorë, ndërsa gratë me ruaza e monedha që kërcisnin si këmbana. Windisch shkruan: ngjyrat e veshjeve të tyre janë më të bukura se vetë ylberi. Kur ecin, guaskat dhe monedhat e tyre tingëllojnë si zile karrocash.
Ata ishin luftëtar të regjimentit të Petrovaradinit, pjesë e kufirit ushtarak të Austrisë. Ishin ushtar të perandorisë, por me shpirt shqiptar. Në Pushk, në Jatagan, në Flamur, ata ruanin derin e Kastriotit. Vindish që jetoi mes tyre regjistroi edhe fjalë të gjuhës së tyre shqipe, duke përmendur numra, emra, ushqime e përshëndetje që sot tingëllojnë pothuajse njësoj. Buk, mish, ver, lumizot, kisha, dita, vera, nata. Ai mbeti i mahnitur nga gjuha që, sipas tij, nuk i ngjante asnjë gjuhë tjetër në Evropë apo në lindje. Në ato dy fshatra për më shumë se një shekull fëmijët mësonin shqip nga nënat dhe gjyshërit, edhe pse rreth e qark flitej serbisht. Një oazë e vogël shqiptare në zemrën e Serbisë. Me kalimin e kohës, sundimet u ndërruan, kufijt u zhdukën. Dhe pas luftrave botërore, shumë nga pasardhësit e këlmendëve u shpërngullën. Por emrat e tyre, Nikinci e Hertkovci, mbetën si dëshmi e një historie të humbur. Sot, shumë pak njerëz e dinë se këto dy fshatra dikur ishin themeluar nga shqiptarët e Kelmendit, që i shpëtuan shpatës së sultanit duke sjell me veten derin, fen dhe zakonet e maleve shqiptare. Historia e Kelmendëve të Beogradit është një kujtesë e fuqishme që shqiptarët kudo që shkuan, nuk u shuan kurrë. Ata mund të largoheshin nga trojet, por trojet nuk dilnin kurrë nga zemrat e tyre. Në çdo vend që prekën, lan një gjurmë, një fjalë shqip, një këngë, një kujtim. Nëse ke dëgjuar ndonjëherë për këto fshatra shqiptare në Serbi, ose nëse ke dëgjuar rrëfime për kelmendasi që u shpërngullën nga trojet, na shkruani në komente. Cila pjesë e kësaj historie ju la më shumë përshtypje? Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.